Po spionin do ta bëje dot? Kur. Spionin edhe tradhtarin unë kur nuk i bëj ndaj komit. Kur në kurës, derisa të kem frymën e fundit. Ftesën ta bën, ti nuk pranove, vazhdove jetën tënde. Kur u martove, Angel? Unë jam martuar në 13 korrik 1980. Pra kur kishe filluar punën, kur ishe zhvendosur në Berat. Po, në Berat edhe isha punoja agronom në kooperativën e Lavardhas në sektorin e qereshnikut. Qereshnik Balibar. Agronom sektori. Edhe gruan e mora me dashuri nga Duhanasi, nga fisi Shukaj. Nga Duhanasi? Po, nga Duhanasi. Se kështu quhe fshati? Po, Duhanasi. Po ç'ndeshe e more nga Duhanasi ti? Duhanasi është një fshat shumë afër Beratit, është 30 minuta në kem, larg aq një rreth një. Po pse vajzë fshati? Po vajzë fshati shiko, shumë thonë që unë e zgjodha gronë kështu e bëra kështu, çdo gjë pa mendimin tim është komanduar nga universi. Nuk ka asnjë ngjarje në jetën e njeriu që tjetër rastësi. Ti mendon që universi ta solli gruan? Patjetër. Patjetër, sepse unë besoj në jetë e kaluar, edhe në ato që bëra, çdo gjë në jetën tonë nuk ndodh rastësisht. Janë jetë e kaluara, janë karmat që na lidhin me jetë e kaluara që ne na ndodhin lloj gjëra në jetë. Po pse me të? Pse mendon ti të lidhi jeta me të? Po me të më lidhi jeta, sepse me të në jetë kaluara kam patur shumë jetë të përbashkët. Vërtet? Ti mendon që ke qenë martuar me gruan tënde edhe në jetët e mëparshme? Edhe në jetë kaluara, edhe lidhjet e tjera. Sepse njeriu kur vjen në tokë, jo në gjitha jetë është mashkull, është edhe femër. Edhe mundësia është 50 me 50. Ti mendon që mund të kesh qenë femër në jetën e mëparshme? Po, kam qenë. Ke qenë? Po në jetë shumë kam qenë me gruan që kam sot, ajo ka qenë burim. Edhe në atë jetë, ku kemi të shifruar jetë tona të kaluara, kemi të shifruar, dy prindërit tanë janë konfliktuar në atë jetë, edhe baba i saj në atë jetë që ajo ishte burim, baba i saj vrau baban tim. Pra, baba i saj vrau baban tënd dhe ju të dy pra përfunduat me njëri tjetrin. Po, edhe ne nuk ndan plot. Nuk ndat asnjëherë. Si është më mirë nëse ke bërë analizën, ti je burr apo ti je grua me gruan dhe burrin tënd? Jeta është shumë e bukur, edhe si femër edhe si mashkull. Unë them se ti je femër, është njeriu, jeta e njeriu është më e komplikuar, po edhe më sofistikuar. Sepse femra ka role më të rëndësishme se sa mashkulli në tokë.